Ajri që thithim çdo ditë në Tiranë mund të jetë më i ndotur se sa ne mendojmë. Raportet më të fundit tregojnë se niveli i ndotjes së ajrit në Tiranë dhe në qytete të tjera të vendit tonë është 3-4 herë më i lartë se normat e lejuara. Kjo sigurisht ndikon drejt për së drejti në mushkëritë tona, në shëndetin tonë. Ku po shkojmë? Çfarë duhet bërë? Si mund ta përmirësojmë situatën? Le të prezantoj fillimisht të ftuarit. Jam me Besmira Galliu, që është ambientalist, për të na treguar dhe statistikat më të fundit të 2025-s për nivelin e ndotjes në zona të ndryshme të Tiranës, por edhe qytetet të Shqipërisë. Mirë se erdhe, Besmir, kënaqësi që je në studion ton. Klodeta Grosha, mjek e pneumologe, për të kuptuar më mirë se si ndikon ajri ndotur në shëndetin ton çdo ditë më tepër, duke na sjellë sëmundje të rënda, pse jo? Është alarmuese situata. Ndaj duhet t'i japim pikat e duhura, vëmendjen e dur. Ne kemi përgatitur një material, një insert përmbledhës mbi të dhënat e fundit të mbledhura për Tiranën, zonat më të ndotura të saj dhe cilat janë qytetet më të ndotura. Ndiqeni dhe rikthehemi në studio. Ndotja e ajrit në Tiranë, por edhe në qytete të tjera të vendit vijon të jetë mbi normat e lejuara. Në një raport monitorimi alternativ për 2025-ën, i prezantuar nga Koplan, i zhvilluar në 800 pika të lëvizshme të monitorimit në 6 qytete dhe 15 stacione fikse, ka sjellë një pasqyrë të plotë të shëndetit të qyteteve tona. Monitorimi është kryer në Tiranë, në Durrës, në Korçë, në Shkodër, Elbasan dhe Fier. Në Tiranë, sipas raportit, 66.7% e pikave të monitorimit kanë tejkaluar vlerën e referencës së dioksidit të azotit. Ndikimi kryesor lidhet me trafikun rrugor dhe burimet e djegjes në zona të caktuara urbane. Edhe sasia e dioksidit të azotit e tejkalon 3 deri në 4 herë normën e lejuar. Pikat më problematike janë kryqëzimi i zgjatimit të bulevardit me Unazën, materniteti i ri Ali Demi, rruga Elbasanit dhe zona e komunës së Parisit. Po ashtu, në 98.3% të pikave të monitorimit, nivelet e dioksidit të karbonit rezultojnë mbi nivelin e referencës, rreth 95% më lart se standardi. Kjo lidhet edhe me sistemet urbane shumë të ngarkuara, shkëmbimin e ajrit të ndotur të brendshëm, me atë të jashtëm dhe mungesën e vegjetacionit. Sa i përket grimcave të imta të pluhurit nga emetimet e automjeteve dhe grimcave më të mëdha, raporti tregon se ato rrallë tejkaluan standardet në Tiranë për periudhën kur është kryer monitorimi. Pra në korrik dhe gusht të 2025-s, ka zona ku vlerat i afrohen ose i tejkalojnë kufit maksimal, si në rrugën e Dibrit, në qytetin e Studentit apo edhe në zonën e Medreses. Në Durrës, pluhurat rezultojnë mbi standardet. Zonat më të ndotura janë Volga, rruga e Spitalit, stadiumi dhe bulevardi. Kjo lidhet me intensitetin urban dhe aktivitetin pranë zonës portuale. Ndërsa në Elbasan, rreth 91% e pikave kanë tejkaluar standardin e dioksidit të azotit, ndërsa 95% janë mbi pragun e referencës së dioksidit të karbonit. Edhe në Fier situata është e rënduar, 73% e pikave të monitoruara kanë tejkaluar standardin e grimcave të pluhurit, ndërsa 67% e pikave të monitorimit për dioksidin e azotit janë mbi standard. Në më shumë se gjysmën e pikave të monitoruara, si në Korçë ashtu edhe në Shkodër, rezulton se grimcat e imta në ajër kanë tejkaluar standardet europiane. Çfarë tregojnë këto shifra, këto matje, Besmira? Është një situatë alarmante, çdo vite më shumë ndotet ajri në Tiranë. Duhet të themi se Tirana është një ndër qytetet më të ndotura në Shqipëri, gati alarmante, gati 4 herë mbi normat e Bashkimit Evropian dhe shumë herë mbi normat e OBSH-s. Këto matje janë vënë disa qytete dhe në disa pika që është menduar se Agjencia Kombëtare e Mjedisit janë më të ndotura. Dhe fatkeqësisht janë më të ndotura, sidomos dioksidi i karbonit, NO2, CO3 apo CO2 që janë gati alarmante dhe shumë të rrezikshme për shëndetin e njeriut. Ne do të themi që në disa muaj këto kalojnë mbi 4 herë dhe në disa muaj janë deri në 2 deri në 3 herë. Por prapë është alarmuese sepse ne nuk po shikojmë në Tiranë që të merrem masa për t'i zbutur këto apo të reduktuar, po shikojmë që nga viti në vit këto po rriten frikshëm dhe po shikojmë shumë sëmundje që po marrin njerëz edhe po vdesin si nga mushkrit edhe nga sëmundjet e tjera që këto shkaktojnë. Planet janë që do të bëhet një analizë e mirëfillt në Tiranë dhe nga analizat që janë bërë, që kemi bërë dhe ne si specialista, kemi vënë re se pikat më kryesore më të nxehta në Tiranë janë pikat që qarkullimi, është më i rrezikshëm kur kemi bërë me dioksidin e karbonit, edhe makinat që akoma nuk është futur Euro 5 që të eliminojnë gjithë makinat para 2005-s. Ne në Shqipëri kemi akoma makina shumë të vjetra,
të cilat themi janë abuzive për mjedisin tonë. Pse janë abuzive? Krahasuar me makinat që qarkullojnë pas këtij viti. Janë abuzive në aspektin sepse këto akoma shirojnë shumë dioksid karboni. Makinat e reja e kanë ulur deri në masë, gati janë nga 2010 janë afërshuar me OBSH-n dhe Bashkimin Evropian me normat janë akoma më të ulta se normat që kemi ne në Shqipëri, dhe kjo ndikon në atë që ne duhet të ruajmë një mjedis të pastër. E dyta është ndërtimet pa leje, pa kriter, pa një plan strategjik që ne normalisht do të bëjmë edhe korridore që i themi na mjetalistët që të bëhet ajrosja e qytetit. Kemi një çarkodim komplet për këtë, nuk kemi një plan strategjik ku do bëhen ndërtimet, pse do bëhen, ku do jenë korridoret që do bëhet, dhe më e rëndësishme tjetër është që ne po vëmë drejt betonizim të çdo gjë, jo drejt gjelbërimit. Dhe kjo është ajo që ne ambientalistat e kemi problem sepse shkatrimi i gjelbërimit do shumë kohë të rikuperohet. Do vite, sepse një pemë nuk mund të bëhet për 1-2 vite, do vite. Në restën e shkatrojmë sot, ta vuajmë për kohë të gjatë, për vite, jo për muaj. Dhe ajo që është më thelbësore është që nuk po merre masat e duhura dhe akoma jemi në standardet shumë të larta të Bashkimit Evropian. Në disa jemi 2-3 fish, në disa jemi 4 deri në 5 fish. Kjo është ajo që mua më shqetëson më shumë. Sepse në vërtet ne do shkojmë në Bashkimin Evropian, por duhet të paktën ti përafrohemi këtyre. Ne jo vetëm në legjislacion nuk po e përafrohemi, por nuk po i përafrohemi edhe në marrjen të themi të parandalimit të këtyre gjërave. Pas nesh, cilat shtete janë me këtë nivel ndotje, ose cilat shtete kanë nivelin më të ulët të ndotje dhe për t'i marrë si shembull çfarë bëjnë ata, çfarë politikash? Shko, politikat nuk janë të qarta, sepse Bashkimi Evropian i ka politikat e qarta, i ka monitoruar më para nesh, i kanë marrë masat më para, dhe ata thjesht ne na thonë urdhro përktheni dhe vini zbatim, të themi. Sepse janë disa politika që Bashkimi Evropian i ka studiuar me kohë. Dhe do në ato politika do të shkosh, sepse mjedisi nuk ka ndonjë politikë që po shpiket. Ata janë shumë përpara nesh, ata kanë mjete që ne nuk i kemi. Ata i bëjnë statistikat më të moderuara, thjesht ne do t'i zbatojmë. Problemi është që ne nuk zbatojmë asgjë. Pra ne i matim, sa i kemi nivelin e ndotjes, po thjesht nuk marrim masa si ta zbusim të situatë. Na sjell disa pika që ata i masin. Në ato pika që ne kemi, ne shikojmë që është alarmante. Por që Ministria e Mjedisit të marrë masa, sepse është një gjë drastike, ne nuk po shikojmë masa drastike. Mjedisi duhet marrë masa deri drastike, do them unë. Kur i thonë në mënyrë drastike, do thotë që gjë e parë në një moment që Tirana ka këto shifra të çmendura, të frikshme, automatikisht ju do të kishte ndaluar ndërtimet. Do të kishte bërë një plan për ajrosjen e qytetit, do të kishte bërë një plan për gjelbërimin dhe mundësisht të kishte një plan të studiuar për një qytet më të ri. Ne ish një pallat 2 kaç, ngri një 20 kaç. Çfarë bëra asgjë? Jashtë ai rindotur shkon në shtëpi përsi ai rindotur por edhe këtë që është diskutuar për makinat, që u diskutua që do hiqeshin makinat me Europesën, prap nuk u zbatua. U tërhoqën. Përse u tërhoqën nuk e di. Ti të dish vetëm diçka që urbanët sot që janë në Tiranë, po ishte ata që janë me të shumë të vjetër, janë të vjetër, është skandal. Janë akoma të vitit 70-80. Trafiku po ashtu, duke qëndruar makinat në trafik emitojnë shumë. Trafiku është një problem kryesor që ka gati 5 vitet e fundit, sepse po bëhen shumë punime në Tiranë dhe këto punime nuk janë në një plan strategjik se do ta hapim këtë, di themi rrugë, por vërtet do ta çojmë këtë trafik që po vjen. Edhe çfarë bëjmë, e mobilizojmë vetëm në një vend. Në vend që të hapim 2-3 vende të ndryshme, në mënyrë që edhe ajri të jetë më të ulen ato, të themi, por ne akoma vazhdojmë të përdorim makinën për çdo punë. Për çdo punë, jo vetëm, por edhe nuk ka një plan strategjik të mirëfillt në këtë rast. Të kalojmë te doktoresha, kur dëgjoni këto shifra, realisht ajri ndotur si ndikon në shëndetin tonë, në mushkëritë tona? Çfarë ndodh dhe si e kuptojmë çfarë sëmundjesh na sjell? Për fat të keq, ndotja e ambientit ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë tek rrugët respiratore dhe tek sëmundjet e mushkërisë.
është një faktor shumë i rëndësishëm dhe mbi të gjitha sa më i ndotër të jetë ajri dhe sidomos me parametrat që tha dhe zotria që PM-i që bie 90, grimsat janë shumë më të vogla dhe grimsat më të mëdha mund të ndalohet në traktin e rrugëve respiratore të sipër, kurse grimsat me densitet më të ulët dhe me përmasa më të vogla arrin deri në rrugët respiratore në periferi deri në alveola. Kjo gjë, duke u ekspozuar vazhdimisht ndaj ndotjes së ajrit, bën një inflamacion kronik të përsëritur her pas here tek rrugët respiratore në mushkëri, të cilat me kalimin e kohës shkaktojnë një dëmtim të epitelit, të mukozës së veshjes së brendshme të traktit respirator, duke shkaktuar një inflamacion kronik, duke shkaktuar me kalimin e viteve edhe SPOK, siç quhet ndryshe një sëmundje shkaktuar sëmundje pulmonare obstruktive kronike, pra duke i bërë bronket më të ndjeshme, më të modifikuara dhe më të ngushta. Në këtë lloj mënyre ne mund të shkaktojmë sëmundjet e para kronike të mushkërive, qoftë SPOK-u siç ju thash, qoftë edhe astma alergjike bronkiale, të cilat pacientët pastaj duhet të trajtohen rregullisht. Nga eksperjenca juaj ka një rritje të këtyre pacientëve të cilët janë prekur nga këto sëmundje pikërisht dhe ju e keni vendosur ajrin e ndotur faktorin kryesor të shkaktimit të këtyre problemeve shëndetësore? Shfaqja e sëmundjeve të mushkërive ka shumë arsye, por ndër to është edhe ndotja e ajrit. Kam shumë pacientë ditët e muajt e fundit, por edhe vitin e fundit, që vinë me një kollë kronike të vazhdueshme në verë, në vjesht, në dimër, që nuk janë azmatik, pacientë azmatik, që nuk kanë një sëmundje kronike pulmonare, por që persiston simptomat të shpeshta me vështirësi në frymëmarrje, me kollë kronike që kalon mbi gjysmën e vitit persistente, e cila edhe me trajtime të ndryshme nuk është stabilizuar, ose qetësohet për momentin dhe rikthehet përsëri. Sepse është i njëjti ajër Sepse është i njëjti ajër. Dhe kjo do të thotë që ajri është një faktor shumë i rëndësishëm në vitet e fundit në vendin tonë. Në cilat zona, ti prekim pak zona dhe pse janë këto zona më problematike në Tiranë? Duke i analizuar, duke i marrë, ju keni dhe shifrat e 2025-ës aty, apo jo? Nëse vërim në Tiranë... I kemi dhe tabelat, Regjena ndihmon me tabelat e statistikave për ndotjen e ajrit për 2025-ën dhe Besmiri na i komenton në studio. Po, nëse vërim standardet e Bashkimit Evropian me të tonë, PM2 në Shqipëri është 20, në Bashkimin Evropian 10 dhe në OBSH 5. Apo PM1-shit. Tani të kalojmë një sekundë, lutem, te PM1-shi. PM1-shi në Shqipëri, në muaj qershor dhe dhjetor, është mbi standardet. Në qershor është mbi 10, kurse në dhjetor mbi 20. Po pa hyrë... Në dhjetor? Në dhjetor është mbi 20. Sipas Agjencisë Kombëtare të Mjedisit. Madje që kanë bërë në disa pika. Pika më nxehta janë, siç e thanë... Pse pikërisht në dhjetor? Se zakonisht në muajt e sepse nxehtë... shtohen nga vizitat, nga ardhjet, hyrjet, daljet... Këto vjen vetëm nga makinat, po të themi. Apo PM1-shi që është akoma dhe më toksik, që hyn deri shumë brenda në mushkëri, ajo është akoma dhe më lart në vendin tonë. Do të thosha vetëm një tabelë. Okej, PM1-shi është statosfik gati gjithë vitin është mbi 5. Po. Atëherë, kjo mbi 5 është gati shkatruese. Do të jetë 9-5 gjithmonë. Atëherë, qershor, gusht, 7-8 orë, 9 orë, 10 orë, mbi 5, në 10 orë vete gati 20, akoma më alarmante. Po. Duke referuar që nga 12 muaj, sepse matjet janë bërë maj, 10 orë. Maj, 10 orë, ke 4-5 muaj që është shumë herë, deri 4 deri në 5 herë mbi OBSH. Kjo është shumë alarmante. Nëse maj të OBSH është shumë alarmante, se sa ajo që kemi në Shqipëri. Dhe matjet të ndotjes sa e bëjmë çdo vit, do të thënë apo çdo Agjencia Kombëtare e Mjedisit i bën çdo vit. Gjatë gjithë kohës matjet në vend. Po, Agjencia Kombëtare e Mjedisit i bën çdo vit, por po marrim të fundit, që është më alarmante, po ti marrim nga 2020 edhe këtej, apo nga 2021 edhe këtej, do të shkojmë që rritja është shumë e frikshme. Ky është problemi im, sepse në momentin që rritja e frikshme, do thotë se ti s'po merr masa për parandalim. Të parandalojmë mirë, pastaj të rregullojmë. Ne s'po parandalojmë dot. Makinat shtohen, trafiku po, ndërtimet po. Mjafton të shohësh se kjo ndoshta tha Besmiri nuk është pamja më përfaqësuese për temën. Është akoma më rënd kjo pamje? Nuk është një mjegull natyrale. Kjo është një mjegull natyrale, po po të ndotje ajrit. Po të marrësh një pikë nga dajti, po të marrësh një pikë nga dajti, sepse këtu nuk është marrë nga dajti, po të marrësh një pikë nga dajti, do ta shkoni që Tirana 70% e mbulon një rrezës, më besoni. Ikni në dajt në një ditë normale me diell,
Edhe do të shikoni që në mëngjes deri në drekë pothuajse është mbuluar nga një rezez. Ajo tregon gjithçka. Ne që frymojmë. Ajo është gjithçka që tregon më shumë se sa fjalët e mia dhe çdo statistik. Po unë atë që kam më të frikshme është sepse çdo vit këtu te ne kemi një rritje. Sa do e vogël të jetë arritja, për mua është e frikshëm sepse nuk po parandalojmë dot. Nuk po marrim dot një masë drastike që ne të parandalojmë të paktën në Tiranë. Shifrat më të frikshme janë të këtij viti, Besmir? Po tani në Tiranë është gati 1/3 e popullsisë më shumë. Janë në rritje në çdo vit e sipër. Po, unë po them, sa do e vogël të jetë rritja, për mua është e keqe, sepse nuk po parandalon. Po. Në momentin që ti nuk po parandalon diçka, do thotë që ti s'po punon. Tu jemi akoma në fazat që do të parandalojmë, jo të përmisojmë. Sot do të ishim për përmisim. Kishim marrë masa për përmisim. Këto në parandalim në vjen, sepse gjëja e parë që duhet bëhet në Tiranë është të parandalohen ndërtimet. E dyta, të vihet rregulli i Europesës që makina në 2010 të kenë taksën shumë më të larta që të ikin. Transporti publik gjithashtu përmirësohet. Nuk ka nevojë të flasim se vetëm nga hyrja Kaza Italias, po këtu nuk dëshën gjysmore. Po. Kaq. Për të folur pasaj për masa parandaluese që do të kishim marrë, nuk jam marrë. Për zbatimin e këtyre dy pikave që janë më të nxehta për ne, pa hyrë te pikat e tjera. S'po hyrë te pikat e tjera sepse dy pika më të rëndësishme janë këto. Në momentin që ti nuk bën këto dhe nuk shtron gjelbërimin në një qytet që po shkatron gjelbërimin, ti nuk do kesh asnjëherë përparësi. Që të parandalosh, parandalosh ndërtimet, ato mjetet e vjetra dhe të fillosh të bësh një plan strategjik për këtë qytet, ky është gati kombëtar, sepse më shumë se 1/3 e popullsisë është këtu. Në moment që ti ke më shumë se 1/3 e popullsisë në një vend, mos e më është 2/3, automatikisht ti po vret Shqipërinë. Kur themi që sëmundjet që po shkaktohen, sa vinë dhe shtohen, ajri ndotur, por na merr jetë, por na shkurton jetën. Përveç mushkërive, sigurisht që ka dhe pasojat të tjera në shëndet. Po, patjetër. Siç tham edhe më përpara, e rëndësishme është të bëjmë parandalimin. Edhe studimet botërore, edhe ecurit në të gjithë botën, në spitalet të ndryshme të botës, është e rëndësishme që të bëjmë depistime dhe të bëjmë parandalime të sëmundjeve. Dhe një ndër faktorët më të rëndësishëm është kjo që përmendë, që duhet të bëjmë parandalime dhe mos të arrijmë në kulmin që ne diagnostikohemi me sëmundje kronike të mushkërive, qofshin të lehta, qofshin kronike persistente, por edhe ato kanceri mushkërive, fibroz pulmonare, emfizem pulmonare, që janë sëmundje pastaj të tjera të mushkërive. Dhe ky është ushqimet, si mund të thoni mikroplastika, ujë i pishëm, edhe ajri, dhe imagjino dhe pse ta pyesim vetëm kur gjithë këto element janë në dëm të shëndetit tonë, kur sëmundjet janë shtuar, inflamacionet, njerëzit me probleme të shëndetit mendor gjithashtu, sepse dhe ajri ndikon në të gjitha format e mundshme, sepse ajri është jetë. Po ti e bllokon, ti nuk e jetë. Po ti marrim të gjithë parametrat që u përmendën më lart, tek PM nga 1 2.5, 5, 10 dhe grimcat më të vogla janë ato që futen në rrugët respiratore dhe arrin deri në alveola, dhe këto janë më riskante për sëmundjet kronike dhe për kancerin e mushkërive. Nuk po them që është faktor i vetmi faktor për sëmundjet kronike të mushkërive, por është një faktor shumë i rëndësishëm, të cilat duke shkaktuar këtë inflamacion, këtë dëmtim të epitelit të rrugëve respiratore gjatë gjithë kohës, ai me kalimin e kohës do të ketë modifikime, do të ketë cikatrise, do të ketë aktivizim të sistemit imunitar, duke shkaktuar edhe gjatë gjithë vitit simptoma të njëjta me alergjit, të njëjta me azmën bronkiale, qofshin këto një azmën bronkiale reale me kalimin e viteve, por edhe shenja klinike që nuk është një azëm bronkiale. Pasi shumë pacient vinë që doktoresha mendoj se unë jam bërë alergjike, por jo të gjithë njerëzit janë alergjik, janë një stres i sistemit respirator dhe një stres i vazhdueshëm i sistemit imunitar që vjen edhe për shkak të këtyre faktorëve. Këto grimcat e vogla që përmendëm nuk futen vetëm në traktin respirator, futen edhe në sistemin e qarkullimit të gjakut, që më pas kalon në të gjithë sistemin, në të gjitha organet, kryesisht edhe në zemër që shkakton, mund të shkaktojë edhe dëmtime të endëve të gjakut dhe të zemrës, por edhe të sistemit nervor, domethënë. Se na thonë bëni ushtrime të thella frymëmarrje,
sepse ushtrimet e frymarrjes ndikojnë shumë mirë në shëndet për të gjitha organet. Po ku ta bësh këtë frymarrjen e thellë, në cilën pjesë, në cilën zonë të Tiranës, mund të dalësh dhe mund të marrësh frym aq thellë sa ti të oksigjenosh pra të gjitha organet. A ka mënyra që ne si individ mund të marrim masa, mënyra praktike se si të mbrohemi, për shembull, mund të tregojmë disa raste, ndoshta pas publicitetit, se po më thonë që duhet të kalojmë publicitet, se si mund ta mbrojmë veten, se si sadopak ti shmangemi këtij ajri të ndodhur, përveç daljes nga Tirana, po jo të gjithë kanë mundësinë të dalin në mënyrë të shpeshtë edhe të marrin një ajër tjetër. Se e tham dhe para pak minutash, e ndjen këtë rëndesën e ajrit, sa po hyn në Tiranë, kur vjen nga jugu apo kur vjen nga veriu, dhe kundërta kur del prej tyre, sikur çlirohesh kur del nga Tirana, sikur çlirohesh dhe frymarrja është më e thjeshtë dhe më e thellë. Ky është ajri që marrim çdo ditë dhe patjetër që ne duhet të investojmë për veten tonë. Shumica kanë zgjedhur të ikin jashtë Tiranës të jetojnë, në paktën në periferi, duke menduar që janë zona më pak të ndotura sipas të dhënave që kishin statistikat. Do të thënim që është i pastër, që mund të bësh zona e liçenit. Një ecje të thjeshtë, nuk e nevojë të stresosh trupin, një ecje thjesht ditë për ditë, edhe trupin e lëviz edhe kombëdhem, por prapë me këto shifra alarmante, besoj se vetë ne si njerëz duhet të marrim masa drastike, duke kundërshtuar çdo sistem politik këtu, pa hyrë fare politikës. Një ndër ato që në studimet që kemi bërë ne si specialista, kemi vënë re sepse edhe nafta, edhe benzina janë shumë të keqe. Pra, jo vetëm makinat që mund të jenë të vjetra, që e shkaktojnë një djegje jo të plot, por edhe nafta, edhe benzina nuk i arrin dot standardet që kërkohet. Dhe këto normalisht bëjnë një shlirim më të ndotur nga makinat. Makinat e vjetra automatikisht kanë këtë që nuk e djegin të plot dhe shlirojnë akoma më shumë dhe normalisht këto veten në mushkit të qytetarëve. Ajo që do them unë është të parandalojmë. Ne akoma nuk kemi marrë masat e parandalimit dhe kjo është gjë më e frikshme në Tiranë dhe në qytetet e tjera. Por po të them, pastaj po të hyjmë në Elbasan që akoma në skandalet që dolën tani me atë të metaleve ishin që digjeshin lloj nuk ishin marrë masa. Ajo që di unë automatikisht këto nuk bëjnë matjet zyrtare nga shteti, por ka një matje tjetër që ja lën privati ti bëj dhe i deklaron, siç i deklaron privati, Ministria e Mjedisit e merr. Imagjino ku jemi. Kur do të ndodhë kundërta, ne do të marrim të pavarur, në rast se nuk i kemi ne këto kushte, do t'ja vëmë obligim privatit që ti paguaj, kështu që edhe Ministria mund të marrë edhe specialistat i fusin punë, e dyta mund të marrë mjete të reja dhe të bëjmë matin më profesionale dhe automatikisht të bëjmë dënimin e këtyre që po na urasin. Vetëm me 2-3 lëvizje, para një, kemi matjen më të mira, 2, kemi specialista që mos i lëm të ikin jashtë shtetit, por t'i mbajmë këtu, 3, apim vende pune. Vetëm një lëvizje. Por ne kemi rënë shkurt. Ja japim privatit, privati i bën vetë, ne i marrin të miqenë çdo gjë. S'ke nevojë të bësh matje brenda fabrikës, thjesht bëhe jashtë fabrikës, merri matjet dhe denoncoje kush bën. Në Tiranë janë shumë fabrika. Dhe ajo që unë kam frikë, fasoneri, fabrika, ato unë që kam frikë janë fabrikat e plastikës, janë fabrikat e ndërtimit, janë fabrikat të tjera, të cilat përdorin të njëjtën gjë me ministrinë. Ja marrin ministrisë, i bëjnë vetë matjet, i bëjnë gjitha, vetë ja japin dhe Ministria e Mjedisit. Po pse do ta marrim të mirëqen diçka ku ka një agjenci të vetëm për ta. Ku ne mundet të punësojmë njerëz, mund të marrim mjete profesionale që ti kemi edhe për më vonë dhe atë taksë që i paguam mund t'ja paguaj shtetit vetë. Pse ti do ta bëj vetë pagimin e taksës? Kjo është vënë re në shumë gjëra që vetëm me eliminimin e disa gjërave, ne e para kemi statistika më të sakta, dyta e parandalojmë dhe treta punësojmë edhe njerëz, mos na lënë të ikin shqiptar, po ikin gjithë shqiptarët. Përse? Sepse s'kam ku të punojnë specialistë si mua. Ju vetë ku punoni? Nuk punojnë në profil. Mirë, kalojmë publicitet dhe mbase tregojmë disa mënyra, qoftë për të shmangur orët e daljes në trafik për personat që ecin dhe mbarojnë punën në këmbë, qoftë për masa që mund të marrin në shtëpi, a funksionon maska, na mbron maska nga ndosit e tjerë, i tregojmë pak më vonë.
Për shkak të ajrit të ndotur, trupi ynë është në gjendje inflamatore të vazhdueshme dhe çdo ajër që thithim është i mbushur me grimca të dëmshme. Ato formulat që treguam CO2, NO2, PM1, PM2, PM10, PM5 janë në nivele të jashtëzakonisht të larta, çka po na dëmton çdo ditë shëndetin ton. A ka mënyra, doktoresha, për të mbrojtur sadopak? Për marrë masa praktike të duhura. Mund të themi çfarë mund të bëjnë vetë pacientët për të mbrojtur pak ajrin dhe atë që thithin çdo ditë, sepse pjesa tjetër nuk na takon ne dhe nuk e kemi ne në dorë. E para që mund të them dhe është më lehtë është të mbaj maskat. Por jetesa çdo ditë me maskë sa herë dalim jashtë është e vështirë. Të bëjmë aktivitetet është e vështirë, të shkojmë në punë me maskë është e vështirë. Ne e kemi provuar që në kohën e Covidit ishim të detyruar të mbanim maskë gjatë gjithë kohës dhe pam sa e vështirë ishte jeta me një maskë gjithë kohën. Plus që nuk është dhe e shëndetshme me mbajtur gjithkohon vën apo jo, sepse ajo krijon një lloj. Edhe kjo krijon një varësi, një bllokim, një ndjesi, vështirësi në frymëmarrje. Por ama është e para që mund të sugjeroj, pasi edhe maskat kirurgjikale ato të thjeshta të fare me elastik që vendosin pas veshit, bëjnë një filtrim të ajrit rreth 80% të grimcave të mëdha. Ndërsa maskat specifike që po t'i kujtojmë nga koha e Covidit me FFP2, FFP3 bëjnë një filtrim të ajrit shumë të mirë, deri 90-95%, edhe të këtyre grimcave të vogla që janë më të dëmshme që i përmendëm për rrugët respiratore. Jemi në trafik me makinë, është mirë të rekomandohet të mbajmë dritarin mbyllur për shkak të gazrave që janë jashtë nga makinat e tjera. Do të thoja që më mirë ta mbanim të mbyllur dhe atë ajrin e kondicionuar që ne mbajmë është ta bëjmë në klimate, domethënë vetëm një ajër që qarkullon brenda makinës. Por sa mund të themi, sa mund ta themi dhe këtë. Në shtëpi do thoja që të mbajmë më shumë lule, në mënyrë që të rritet niveli i oksigjenit të paktën në ambientin e brendshëm dhe të mbajmë edhe filtrues ajrit të brendshëm për purifikim sa më të mirë të grimcave të ajrit. Por këto janë gjëra që kontribojnë pozitivisht në aq sa pacientët dhe personat ose vetë dhe ne të kontribojmë në jetën në pastrimin e ajrit ton të përditshëm. Por pjesën tjetër pastaj të sëmundjeve kronike për pacientët që kanë sëmundje kronike dhe sidomos në mosha të mëdha mbi 60 vjeç që s'është vetëm një sëmundje të mushkërive, kanë insuficiencë kardiake, mund të kenë diabet mellitus dhe shumë sëmundje të tjera, ndotja e ajrit ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë, si në rritjen e dioksidit të karbonit, e cila shoqërohet tek këto pacient me një dyspne, me vështirësi më të rënduar të frymëmarrjes, me riakutizime të sëmundjeve, me infeksione të përsëritura, sepse dhe imuniteti i tyre është më i ulur. Kështu që ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë tek këto persona. Nëse shpeshherë një herë në javë ose sipas mundësive largohemi, shkojmë në mal apo në një zonë më të pastër, e kemi shlyer atë gjithë mëkatin e javës? Nuk di të ajrit që kemi shlyer. Na ndihmon pozitivisht, por nuk mendoj që e kemi shlyer të gjithë për gjithë javën. Ato që bëjnë shpesh këto largimet, shkojnë në mal apo zgjidhin zonat që janë më të pastra? Duhet të ndjekim atë zinxhirin, çfarë marrim pasojë të mirë dhe të keqe nga kjo gjë. Të bësh një hiking, do të thotë që të dalësh jashtë Tiranës, të kesh ajër më të pastër. Do të thotë të bësh aktivitet fizik, të kesh një fizik më të pastër, më të fortë dhe një stres oksidativ më të ulët të trupit. Mushkërit të funksionojnë më mirë dhe të kesh një funksion pulmonar më të mirë. Shpeshherë bëjmë spirometri tek pacientët për të parë sa është funksioni i mushkërive. Dhe pacientët që kanë këtë lloj jetese, patjetër që e kanë më të lartë ose të le të themi në vlera normale. Që kjo reflektohet pastaj ndikon për gjitha, kjo reflektohet e gjitha bash zinxhiri pozitiv të kësaj. Si e kuptojmë? Ne kemi disa simptoma që për shkak të ajrit nuk po bëjmë gjumë të mirë ose kemi vështirësira të tjera. Çfarë shenjash kuptojmë atë? Një ndër parametrat e ndotjes së ajrit ishte edhe dioksidi i azotit dhe ozonit, të cilat ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë tek gjumi. Gjumi ndahet në disa faza. Faza e lehtë në 1, 2, 2, në 3 dhe faza REM, që është gjumi i thellë, aty ku relaksohet i gjithë trupi dhe le të themi qetësohet edhe truri për të rifilluar një startup të nesër në mëngjes. Dhe kjo gjë ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë tek ulja e fazave të gjumit, të zgjimet të përsëritura gjatë natës dhe në mëngjes ti ndihesh edhe më i lodhur. Duke filluar ditën në gjendje më të lodhur, përsëri dhe dita do të vazhdojë jo aktive, jo pozitive dhe jo në gjendje si
si një ristart i pastër. Edhe dritaret nuk mund t'i hapim për shembull në mesditë për shembull, ku ajri është më i ndotur. O do të hapim për të ajrosur shtëpia herët në mëngjes, o vonë në mbrëmje, për t'i bërë një kalkulim ose një qarkullim më të mirë të sipas një studimi që pash, AQI, që ishte indeksi i matjes së kualitetit të ajrit, ishte i ndryshëm gjatë ditës. Do të thotë, mbas dite, kur dalim të gjithë nga puna, rreth orës 3:30 deri në orën 6 që jemi në fluksin e trafikut, të gjithë janë në lëvizje, ajri është më i ndotur. Dhe supozoj që gjatë kësaj koti nuk duhet të dalës, ose të paktën në shtëpi ti mbash dritaret e mbyllura. Kemi parë dhe njerëz që bëjnë vrap në ator, në këto zonat e ndotura, ku mendohet që gjatë vrapit ne thithim më shumë ajër. Prandaj them që ne mund të rregullojmë ato që ne si persona kemi në dorë për të rregulluar, sepse pjesën tjetër. Vetë Besmir, si kujdesesh për ajrin që thith? Nga ana sportive që më mira është që thash të dalin të paktën nga liçeni. Ajo që unë këshilloj edhe mbas statistikave që shikojmë doti është mbas orës 8 deri pas orës 7 të mëngjesit. Tani që nëse nuk ke mundësi të dalësh mëngjes, mund të dalësh në darkë, thjesht nga liçeni, edhe për trupin bë mirë, po edhe për një ajrosje. Kurse sa për ajrosjen e shtëpisë, edhe ky orar është më i miri, sepse këtu bien të gjithë normat. Këtu gati në darkë kapen normat. Edhe normalisht është akoma edhe më e mirë. Nuk mund të hapësh dritare në ditën, futesh gjithë pislëkun brenda dhe me atë pislëk ti të rish gjithkohën. Ose duhet të kesh, si sa doktoresha, një filtrues në shtëpi që e pastron vetë shtëpinë, ose do të bëjmë një ajrosje natyrale, edhe unë që këshilloj është të paktën para se të flesh, të hapësh 2-3 minuta për një ajrosje, sepse edhe vetë ne nxjerrim dioksidin e karbonit, duke thithë oksigjenin, sado ne ta kemi shpinë të madhe, ajo prapë ka nevojë për një riciklim vetvetiu. Dhe këto, para se të flesh paktën 2 minuta, një hapje të vogël që të heqim përqindjen më të madhe edhe ta kemi sa më të ajrosur që edhe gjatë natës mos kemi probleme në frymarrje edhe të kemi një gjumë më të rehatshëm. Por në problemet që janë të ndotis, do të themi edhe që përveç se arit kemi ujin, kemi dhe të tjerat, e rëndësishme është që ne të fillojmë ta parandalojmë, sepse automatikisht është një zinxhir ushqimor që në vetë edhe të pjesët e ushqimeve që ne marrim në tregun tonë, dhe normalisht edhe ato pavarësisht gjithë pesticidet që mund të jenë hedhur gjithkohën për të rritur, por edhe ajri ndikon, sepse normalisht këto mikrot vënë në bimët ne i marrim gjatë të toksikuara dhe automatikisht ne i fusim në trup. Prandaj po them që sot faza kritike është shumë e rëndë, por faza më kritike është që ne nuk po parandalojmë. Po marrim masa, unë do thosha duhet marr masa drastike. Masa njerëzit drastike i duket fjalë e rëndë, po për mua është fjala më e lehtë në të gjendje që jemi sot. Po të shikojmë në anën mjekësore, edhe doktoresha, që në 20 vitet e fundit apo 10 vitet e fundit do të shikojmë një rritje shumë të shpejtë të njerëzve me sëmundje kancerogjene. Dhe zonat që janë me këtë sëmundje janë qytetet e mëdha. Përse? Sepse kemi ndotje më të madhe. Kur ne thithim një ajër të ndotur që ka gjithë grimca dhe element toksik, normalisht që nuk do të nëtojnë vetëm mushkërit. Ato futen në sistemin ato futen në gjithë sistemin e qarkullimit. Po futen në sistemin pastaj varet se reagon dhe sistemi imunitar i trupit, sepse ajo do godasi pjesën më të dobët të trupit, do godasi pjesën më të fortë. Dhe unë po them vetëm sëmundje kancerogjene në Shqipëri janë të frikshme, arritur në mënyrë në të gjithë botën, në të gjithë Europën, domethënë, sidomos në vendet e varfra, sepse ka dhe një diferencë Europa perëndimore, Europa lindore. Europa lindore është më ndotur sigurisht, popujt janë më të varfër dhe sëmundjet, qofshin këto kancerogjene, por edhe sëmundjet kronike, janë në numër më të lartë. Kështu që numri i pacientëve me kancer të mushkërive, por edhe të kancerëve në organet e tjera, është në rritje. Po, sepse ka humbur kontakti me natyrën. Po të bësh një krahasim me njerëzit që jetojnë në fshat apo njerëzit që janë në kontakt me natyrën, me punën, janë më pak të predispozuar për të pësuar një kancer apo për të sëmurur nga sëmundje të ndryshme që i shkaktohen një individi që jeton dhe ka jetuar gjithë jetën në këtë ajrin e ndotur, sidomos në kryeqytet, duke qenë se këtu është numri i popullsisë më i madh. I përmendim dhe një zonat më problematike, por nuk marrim dot një masë, sërish thjesht për të ditur dhe për kuriozitetin e shikuesve tanë. 21-shi, Astiri, materniteti, qytet studenti, ke Alidemi që janë pikat më të nxehta në Tiranë. Ke edhe pika tjera, por ajo që për shkak të ndërtimeve janë për shkak të ndërtimeve dhe për shkak të
mi vendosjes së trafikut. Edhe të popullatës që sa po vjen e përshtohet në shumë në këto piga. Por, ajo që është më frikshme është sepse këtu po shtohen betonizimi dhe po rrafshohet pyet apo gjilbërimi. Dhe nëse ne nuk parandalojmë të paktën këtë gjë dhe të shikojmë që mos të bëjmë vetëm në zonat brenda Tiranës, por pse mos të hapim me diku jashtë me një plan strategjik kombëtar, do thosha, sepse Tirana është gati kombëtar për mua, sepse disa ka fshi 2/3 e popullsisë këtu, çfarë do më të presh, nuk kemi një plan. Kjo është katastrofe për një vend si jonë. Domethënë, një kryeqytet që pretendon të hyjë në Bashkimin Evropian dhe nuk ka një plan të mirëfillt, që të fillojmë që nga kjo gjë, është katastrofë. Nuk ka studime akoma. Se mi këto që i kemi këto shifra, por çfarë do bëhet më pas? Nëse vim përsëri në studio vitin tjetër apo për 2 vite, ku do shkojmë? Do vemi më keq vitin tjetër. Kështu që jemi këtu. Sepse vetëm shtohen dhe makinat edhe ndërtesat. Institucionet të ndëgjësojnë edhe për veten e tyre, jo vetëm për qytetarët, sepse në fundi ata gjithë në Tiranë jetojnë. Një ajër thithim të gjithë. Ai ajër nuk do të ja di se kush është, Besmira apo një tjetër. Absolutisht, dhe çfarë statusi ke. Shumë faleminderit për statistikat, për bisedën dhe për thirrjen sensibilizuese për ata që na dëgjuan. Faleminderit. Ditë të mbar. Ishim me doktoresh Kledet dhe me Besmirin si ambientalist për të trajtuar dhe për të analizuar këto shifra të fundit të ndotjes së ajrit në Tiranë. Kalofshi bukur ditën e sotme, shihemi nesër në Rezën tonë.